Rreth 100 drejtues të dëmtuar dhe 10 segmente të shkatruara të kangjëllave metalike në të dy anët e bypassit të Shkodrës. Ky është bilanci i shkatrimeve deri tani në këtë vepër, një nga më të rëndësishme të infrastrukturës rrugore të vendit tonë. Një gjendje e tillë është e patolerueshme pasi sistemi i ndriçimit është ndërtuar për të funksionuar për të garantuar sigurinë gjatë natës e jo për të lënë në mëshirë të fatit. Të njëjtë rëndësi kanë dhe kangjëllat metalike, të cilat janë instaluar për të siguruar lëvizjen e qytetarëve pa u rrezikuar nga automjetet, por siç tregojnë filmimet vetëm për sigurinë në këtë vepër nuk mund të flitet, në kushte kur sistemi i ndriçimit në pjesën ndërmuese të tij është jashtë funksionit, ndërsa kangjëllat metalike janë të shkatruara në 10 segmente. Gjithashtu dhe sinjalistika rrugore është dëmtuar, ku sidomos rreth rrotullimet janë kthyer në terren të rrezikshëm për aksidente. Është krijuar një situatë që bën përgjegjësi në radhë të parë autoritetin rrugor të Veriut me qendër në Shkodër, policinë, por dhe Bashkinë e Shkodër, e cila nuk është jashtë detyrimit për të ngritur zërin për këtë vepër, pasi kjo ndodhet në territorin e qytetit në të gjithë gjatësinë prej rreth 5 kilometrash. Janë investuar mbi 1.7 miliard lekë të reja për ndërtimin e bypassit të Shkodrës, pjesë e rëndësishme aksit rrugor kombëtar Tiranë-Shkodër-Hani Hotit, por ndaj tij vazhdon të tregohet një neglizhencë e patolerueshme që shoqërohet me kosto financiare dhe cënimin e imazhit të Shkodrës se më gjerë por heshtet.